jemi në fazën ku ka vetëm hipokrizi dhe politika shqiptare në këto kaq vite nuk ka prodhuar tjetër veç hipokrizi, ndërkohë ka vazhduar që ti bjerë fylli të drejtësisë. Pra drejtësia hallakatet, pra kemi një lloj dashakësie nga organet e drejtësisë, të cilët po tallen me këto viktimat e 21 janarit në kaq vite në mënyrë dashakeqe, vazhdojnë domethënë të bëjnë atë ping-pong institucional ku gjykata e Strasburgut është shprehur qartë dhe saktë dhe thotë që kemi një krim shtetëror, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, pra dy shkallët më superiore të drejtësisë shqiptare, janë shprehur gjithashtu në koherencë me vendimin e Strasburgut, pra kemi krim shtetëror, ndërkohë gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme me dashakësinë e tyre vazhdojnë të tallen me këtë lloj historie.